disa ditësh, ju zonja Eviste dhe disa aktivistë të tjerë keni ndërmarrë një nismë për një ligj të ri, për sa i përket kurimit të fëmijëve, të cilët vuajnë nga sëmundje të rënda ose edhe fëmijët të cilët kanë po themi problematika të shkaktuara ose nga traumat ose nga aksidente të ndryshme, të cilëve t'ju jepet një hapësirë për t'u kuruar në mënyrë më profesionale jashtë vendit, nga buxheti i shtetit. Deri tani si po ecën mbledhja e firmave, sa firma janë mbledhur deri tani, sepse duhet 20.000 firma për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po, faleminderit për ftesën, atëherë t'ju shpjegoj shumë shkurtimisht diçka të vogël. Pra, ne jemi grup qytetarët nga Korça, të profesioneve të ndryshme, të cilët referuar një rast i fundit që më shëndetësor të një fëmije të nitur që pati në Korçë, i cili nuk kishte mundësi të trajtojë nga sistemi publik i shëndetit, pra në Shqipëri, u detyruai që të kuroj dhe trajtojë jashtë shtetit. Për këtë arsye u detyrua të bënte një fushatë mbledhje fondesh dhe pikërisht duke u nisur nga kjo situatë, e cila nuk është e vetmja, por është e përsëritur në shumë raste në gjithë Shqipërinë. Ne si grup qytetarë profesioneve të ndryshme, përfshirë juristë, mjek, inxhinierë e kështu me radhë, menduam që mbase është nevoja që legjislacioni të plotësohet, legjislacioni shqiptar, duke u plotësuar pra me një ligj, me një tani flasim projekt ligj, sepse ligj do bëhet kur nëse miratohet nga Parlamenti shqiptar, një projekt ligj ku do trajtohet pikërisht këto raste, pra kur sistemi shëndetësor publik nuk i përballon dot këto rastesh për shkak të mungesës së mjeteve, për shkak të mungesës mjekëve, të specialiteteve e kështu me radhë. Atëherë ti drejtohet këto raste do trajtohen jashtë shtetit, por jo me fonde të mbledhura nga prindrit, por me fonde të shtetit. Ky është propozimi që ne mendojmë të çojmë në parlament. Jemi në fazën e mbledhjes së firmave, pra fillimisht ka shkuar procesi në KQZ, e cila pasi ka parë kushtetueshmërinë e nismës, patjetër që na ka miratuar dhe fletën për të firmosur nga 20.000 shtetas. Jemi në procesin që po mbledhin firmat, aktualisht jemi në një kuotë rreth mbi 15.000 firma, mund të jemi edhe më shumë, sepse jemi në fazën kemi shpërndarë shumë formular dhe presim që t'i mbledhim. Duhet mbledhur patjetër 20.000 firma në mënyrë që procesi të shkojë në parlament, pra verifikohet fillimisht nga KQZ-ja, ushtrimi i vullnetit nga 20.000 shtetas me 3 vota dhe më pas shkon projekt ligji në parlament për të votuar dhe kalon procedurat sipas rregullores së vendit. Pra këtu jemi në këtë moment, në këtë fazë. E qartë, në sa qytete operoni që në këtë mënyrë më pas, nëse dikush nuk është në dieni që për shembull juve jeni edhe në qytetin e tij, që të vijë edhe të jetë, megjithëse tani nisma është përhapur dhe besoj që shumë pak kanë mbetur pa u informuar, por që t'i rëndisim edhe një herë tjetër qytetet ku ju po operoni për momentin me mbledhjen e firmave. Pra, qytetin cilën ka nisur dhe që po vijohet mbledhja e firmave qyteti Korçës, në Tiranë patjetër kemi një shoqatë që ndresin qytetare, që na ka mbështetur jashtë mase dhe që janë ata të cilët po merren me mbledhjen e firmave. Në Durrës kemi pikën tonë të kontaktit, i cili përsëri është një profesionist shumë i mirë dhe që edhe ai po merret gjërësisht në mbledhjen e firmave. Në Lushnjë, në Fier, në Elbasan, patjetër një kolegu përsëri, një aktivist tjetër i qytetit Elbasanit, në Pogradec, në Ersek, pra jemi pothuajse shpërndar në jug. Ka shkuar nisma, por ende nuk kemi ndonjë rezultat, kështu që thjesht jemi në pritje të plotësimit të firmave edhe të tejkalimit patjetër një mbështetje sa më e madhe aq më mirë do ishte për projekt ligjin. Një mbështetje edhe më e gjerë e qytetarëve. Ju normalisht para se të propozonit nismën edhe përpara se të nisnit me mbledhjen e firmave, patjetër që keni studiuar dhe legjislacionin. Ku qëndronin mangësitë e legjislacionit që deri tani dërgimi i fëmijëve dhe edhe i të rriturve, po themi, me sëmundje të rënda nuk ka funksionuar me fondet e shtetit dhe shpesh janë dashur GoFundMe ose solidariteti i qytetarëve që të kurohen ose organizata bamirësie. Ku ka ceduar ligji? Patjetër që ne kemi një ligj, kemi një kuadër ligjor, që është ai i sigurimit detyrueshëm kujdesit shëndetësor, por në këtë ligj patjetër që trajtojnë gjithë shtetasit, përfshi edhe fëmijët, por kuota ose mënyra e parë një procedura se si ndiqet në këto rastesh, pra kur një person, një pacient qoftë i rritur, qoftë minoren,
duhet të çohet jashtë shtetit është e ndryshme nga ajo që ne propozojmë në projekt ligjin ton. Afatet janë të ndryshme, fondi është i ndryshëm, sepse ne mendojmë që ky projekt ligj të krijojë një fond të posaçëm që të trajtojë vetëm fëmijët, pra jo nga fondi i sigurimit të detyrueshëm, i cili është për gjithë shtetasit shqiptar dhe mbulon trojet e shërbimeve. Pra mbulon gjithë paketën shëndetësore brenda Republikës së Shqipërisë, përfshi këtu edhe rimbursimet e barnave e kështu me radhë. Pra ne në projektin tonë këtë fond e përcaktojmë si fond të posaçëm, i cili do përdoret vetëm për këto rastesh. Pra vetëm për mbulimin e sëmundjeve, të cilat nuk mund të trajtohen brenda sistemit publik ose privat shqiptar. Publik shqiptar, më falësh. Dhe në këto raste shteti, sipas projektligjit tonë, është i detyruar të mbulojë gjitha shpenzimet, qoftë jashtë shtetit, qoftë edhe brenda institucioneve private brenda Republikës së Shqipërisë. Pra nëse një shërbim nuk ofrohet nga sistemi publik, por mund të ofrohet nga sistemi privat ose jashtë shtetit, të mbulohet nga shteti. Aktualisht ligji përcakton kritere të cilat normalisht duhet merren parasysh nga institucionet, të themi nga Këshilli i Ministrave, i cili del me vendime nominale, me vendime të posaçme për persona të ndryshëm. Por është një numër i përcaktuar, pra nuk mund përfitojnë gjithë shtetasit. Ka një numër të caktuar, ka një kuotë të caktuar, ka një parashikim të caktuar vjetor që bën fondi për të mbuluar këto raste. Në ligjin tonë ne nuk kemi në projekt ligjin pra që ne propozojmë, nuk ka kufizim në fond ose në numër rastesh. Flasim për fëmijët 0 deri 18 vjeç. Pra fëmijët të cilët kanë këto problematika duhet shteti ka detyrimin t'i trajtojë të gjithë jashtë shtetit flas nëse nuk i trajton dot brenda sistemit publik shqiptar. Gjithashtu mënyra, procedura që përcaktohet në projekt është e ndryshme nga ligji aktual. Nëse në ligjin aktual janë në qytetarët ata që paraqiten dhe duhet të plotësojnë dokumentacion e kritere kështu me radhë, tek ne në momentin që rasti ndodh dhe institucionet shëndetësore nuk përgjigjen dot, pra nuk i ofrojnë dot shërbimin, automatikisht nuk kërkohet plotësimi asnjë kriteri kushti përveç diagnozës që e përcakton vetë institucioni, dhe direkt rasti shkon dhe trajtohet në ato klinika ku shteti ka marrëveshje dhe ku mund të ofrohet shërbimi. Dhe patjetër paguhet dhe fatura nga shteti e shërbimit të kërkuar. E shërbimit që do jepet nga këto klinika. Pra përcaktojmë afate më të ngutshme, ulim burokracinë me projekt ligjin, nuk kemi më, pra nuk është qytetari ai që kthej ka fëmijën e smur dhe nga ana tjetër detyrohet të mbushë formular edhe të plotësojë dokumentacione ose kritere. Gjithashtu në dijenin ton sot aktualisht ka një numër të caktuar kuotash shtetasish, pra ose një fond i caktuar brenda i cili mbulon këto rastet e trajtimit jashtë shtetit, ndërsa ne për fëmijët e veçojmë, pra krijojmë një fond të posaçëm i cili nuk prek të fondin e sigurimit të detyrueshëm. Ky fond mund të përdoret për qëllimet që është krijuar dhe sipas ligjit që e normon këtë fond, ndërsa ky ligj përcakton një fond i cili sipas nesh ne mendojmë të menaxhohet dhe nga Ministria e Shëndetësisë, patjetër duke pasur dhe organizma, ne kemi krijuar në këtë projekt ligj të organizma të veçanta që do të merren pikërisht qoftë me vlerësinë e rastit mjekësor, qoftë edhe me përdorimin e këtij fondi. E qartë. Deri në këto momente që flasim, si e keni parë, përveç mbledhjes të firmave, por si e keni parë mbështetjen? Dhe a mendoni që shteti do të jetë i gatshëm, duke qenë që shpeshherë kur bëhet fjalë për nisma të tilla, kemi parë një ngurim nga ana e ligjvendësve, po themi, nga ana e parlamentit, dhe në fakt nisma që duhet të bëheshin vetë nga deputetët si përfaqësues të popullit nuk janë ndërmarrë. Madje edhe për çështje me shumë rëndësi, si për shembull siç ka qenë edhe minimumi etik, shteti gjithmonë është stepur për të miratuar projekt ligje. Ju mendoni që do të kalojë në parlament, duke qenë që është edhe një çështje shumë e ndjeshme? Ne mendojmë që ky legjislacion ose ky projekt ligj që ne propozojmë i mungon legjislacionet. Shumë shtete që janë rreth ne, shtete fqinj, po kështu dhe të BE-s, e kanë këtë lloj legjislacioni. Pra ju ofrojnë këto lloj shërbime, i ofron shteti, nuk i ofrojnë as prindit, as fushtatat e mbledhjes së fondeve, as fondacionet e posaçme. Kështu që ne mendojmë që vullneti politik duhet të shprehet me votën në parlament. Nuk di të them, do ishte një gjë shumë e mirë në rast se ky projekt ligj do të shikojë pozitivisht, duke u referuar edhe direktivave të BE-s,
duke efektuar modeleve që ka në shtete të tjera të BE-s, në shtete të fshinj, duke referuar patjetër interesit më të lartë fëmijës, që duhet jetë interesi ose parimi kryesor që duhet të gjithëve duhet të na udhëheqë që në qoftë edhe parlamentarët në misionin që ata kanë. Dhe patjetër, nëse ne ju ofrojmë një shërbim të tillë fëmijëve, patjetër i ofrojmë një shërbim shumë të mirë të ardhmes të vendit. Dhe patjetër, sistemi këtu ka dhe diçka tjetër që është pozitive mendoj unë, sepse sistemi shëndetësor publik në kushtet për të ulur këto fature, se ne nuk e dim sa mund të jetë në çdo vit, nisemi gjithë nga statistikat e një viti të mëparshëm, pra buxheti ose ky fond i veçantë që ne krijojmë me këtë projekt ligj do i referohet nevojave që ka pasur një vit më përpara për këto rastesh, por që shteti të ulë, të themi, këtë kosto financiare që do ketë vjetore, patjetër që do t'i duhet të rritë kapacitetet e veta. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra shumë shërbime mund të ofrohen shumë mirë brenda Republikës së Shqipërisë, duke u shtuar specialitetet e mjekëve, duke u marrë pajisjet e duhura e kështu me radhë. Dhe kjo patjetër do të ulte faturën dhe koston financiare që këta fëmijë të trajtoheshin diku jashtë shtetit. Pra ka dhe këtë anë pozitive që unë mendoj që duhet parë dhe në këtë ndërshtim. Është nxitëse për progres. Është nxitëse. Përveç se jetë shpëtues. Po, nga llogaritja që kemi bërë ne, nuk është se është ndonjë fond i papërballueshëm për shteti, për buxhetin e shtetit, sipas mendimit që kemi ne. Sa shkon kjo kosto pak a shumë, nëse e keni si shifër momentalisht? Që unë nuk dua të spekuloj me shifra, e kam shumë problem të pjesë personale. E kam fjalën bazuar tek sepse këtë analizën financiare, po, analizën financiare të projekt ligjit në fakt po merren persona të tjerë. Unë jam marrë më shumë së bashku me një grup juristësh të tjerë, jam marrë më shumë me këtë përfilimin e projekt ligjit edhe nga pikpamja ligjore, ndërsa nga ana financiare se patjetër është kusht ligjor edhe kushtetues që çdo ligj ose projekt ligj të shoqërohet edhe me faturën financiare, me analizën financiare që i bëhet projekt ligjit. Për këtë nuk jam shumë kompetente dhe prandaj po nguroj të përgjigjem, sepse po merren specialistë të tjerë në lidhje me këtë. Por në atë dijenin time ose paqëmbra e fushës, më thonë që është një shifër e papërfillshme për buxhetin e shtetit. 0.1% nuk e di është shumë është pak, sepse thash nuk jam e fushës dhe nuk mund të flas me kompetencë për këtë gjë, për në lidhje gjithmonë me buxhetin. Por thash, rastet nuk janë gjithmonë të njëjta, mund të jenë më pak në numër, mund të jenë më shumë në numër, domethënë këtë gjë nuk e parashikojmë dot. Por mendojmë që qëllimi është më i rëndësishmi, pra të mbulojmë shërbimin shëndetësor të fëmijëve, patjetër kur ata kanë nevojë dhe që sistemi publik është në pamundësi për t'u përgjigjur. Në qartë. Sepse këta po përpiqesha t'ju thoja edhe pak më parë që pyetjen e bëra thjesht për që domethënë që ta mbuloj në të gjitha aspektet, duke qenë që është një element që duhet paraqitur. Vetëm për këtë pjesë, se pastaj normalisht qëllimi juaj është shumë më i rëndësishëm se sa çdo lloj kosto tjetër. Dhe thash edhe më përpara, përveç se është një projekt ligj jetë shpëtues, është edhe një ligj i cili ngre edhe një herë tjetër alarmin se sa pa kujdes i ka lënë shteti, domethënë fëmijët dhe ato njerëzit, shtresat e marginalizuara, po themi. Dhe e kemi parë shpesh herë që ka ceduar në këtë aspekt. Po, do doja një korrigjim të vogël, nuk mund të themi që ne s'kemi legjislacion dhe që shteti nuk kujdeset, sepse fëmijët janë konsiderohen persona jo aktive, por që i mbulon fondi i sigurimit të detyrueshëm për gjitha shërbimet e tjera dhe përsëri do vazhdoj të mbulojë për vizitat mjekësore të zakonshme e kështu me radhë, për gjithë shërbimet e tjera që ofron paketa shëndetësore, por ne kemi veçuar nga kjo paketë pikërisht këto shërbimet, të themi, të specializuara, të cilat nuk mund, ose trajtime shëndetësore të specializuara që s'mund t'i ofrojë sistemi shëndetësor. Pra këto janë ato të cilat do të çohen, pra që do ketë nevojë për klinika për të kuruar ose trajtuar në klinika jashtë shtetit. Këto ne parashikojmë që këto të mbulohen nga shteti. Pra që prindrit të mos detyrohen të bëjnë në fushata të mbledhjes fondeve. Pra ky është qëllimi. Të mos ndodhen para një situatës të tillë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, edhe uroj që projekt ligji të bëhet ligj, edhe tashmë të kemi edhe lehtësimin e burokracive për fëmijët dhe të bëhet më e mira për të gjithë. Shumë faleminderit. Faleminderit.